Bismillah. Pa afrohet fundi Ramazanit, ha? Të nderuar vëllezër, motra, mos u dorëzoni. Muslimanit nuk I ka hije në fund të betejës me u dorëzu. Mos u dorëzo para epsheve, para mashtrimeve të vetvetes, para të keqes e cila është brenda teje, para të dembërllokut. A moni men në fillim të Ramazanit hoxhallarët kur I thoshin fjalën e Allahut, këto janë ditë të numëruara. Apo shë? Tash nuk na mbetet në fund asgjë vetë se për të ndjekë keqardhje që Ramazani po shkon, e neve a thua, ja dham hakun apo jo. Gjithsesi çka këshilloj për fund? Këshilloj me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, punët shpërblehen sipas fundit të tyre. Prandaj ai I cili I ka ik diçka nga bereqeti, mirësia, ibadetet e këtij muaji, le ta plotson në fund me pendim, me përkushtim, me lodhje, me nënshtrim dhe Allahut azza wa jall sa të mundet. Aman, mos u dorëzoni. Këto ditë fundit kërkoni falje sa më shumë, sepse ju e dini, punëtorët e mirë janë ata të cilët në mbrëmje I japin maksimumin. Sportistët e mirë janë ata të cilët në fund garës I japin maksimumin. Të jemi edhe neve të tillë. Po ashtu këshilloj me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, apo me këshillat e pejgamberit, më mirë po them, I cili gjithmonë në fund të çdo ibadeti kërkonte falje te Allahu xhaleshanu për mangësitë të cilat I ka pas në ato ibadete. Prandaj është sunet që mas dhënies selamit themi 3 herë astaghfirullah, 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 pastaj Allahumma anta selam wa minka selam. Është pyet pejgamberi pse sallallahu alaihi wasallam pse këtë astaghfirullah, thotë kjo kërkim falje për mangësitë që I kemi pas namaz. Ne duhet të kërkojmë falje te Allahu edhe për në fund të Ramazanit, për mangësitë të cilat I kemi pas në këtë ibadet. Nuk na takon që me u dorëzu, nuk na takon që me u ligështu. Na nuk jemi ummeti I çuçaft, nuk jemi ummeti I përgjumër, nuk jemi ummeti I lodhjes, nuk jemi ummeti I dështimit, nuk jemi ummeti që dorëzohemi, wallahi jo, billahi jo. Bashkë atëherë kur shtëngohen e sapët, bashkë atëherë kur vinë sikletet, bashkë atëherë kur njeriu mendon se dështoj, na që atëherë bëhemi më të fortë, që atëherë I ngulim komt, që atëherë nuk tërhiqemi nga asnjë betejë, qoftë me veten, qoftë me shejtanin, qoftë ibadetet nuk dorëzohemi. Prandaj aman, mos u dorëzoni. Nëse dorëzohesh në këto ditë fundit të Ramazanit, atëherë dije se në punë matrana ti ke më dorëzu akoma më lehtë. Ramazani le të jetë një dëshmi për ty sa je I përgatitën për sfidat më të mëdha me vetveten tënde, me shejtanin apo edhe me çdo armik që mund të ballafaqohesh me ta. Çunu, mos u bëni demela. Çunu, mos u dorëzoni. Çohuni edhe mos u ligni. Allahu ju rujtë, ju forcoft dhe ibadetet u apranoft.